Përshëndetje. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në këtë podcast ku do të flasim dhe do t'ju udhëzoj, do ju drejtoj për sa i përket auto-hipnozës për ankthim. Dua që çdo kush prej jush të gjejë një vend të sigurt, një vend ku mund të ulet dhe mund të shtrihet. Gjeni një pozicion të rehatshëm, ku mund të ndjesh trupin tënd të mbështetur dhe mendjen tënde. Dua që ta lejosh, që të lëshoj gjithë kontrollin vetëm për 5 minuta. Gjithë mendja jote, dua që të lëshoj kontrollin vetëm për 5 minuta. Kjo është një seancë e shkurtër auto-hipnoze për ankthim, e bazuar në të gjithë parimet e trajnimit autogjen dhe do punojmë së bashku me autosuggestion dhe me formulat që mund të ndihmojnë trupin edhe mendjen që ti të hysh në një gjendje qetësie. Mund të fillojmë me formulën bazë. Unë jam i qetë, krejtësisht i qetë. Unë jam i qetë, krejtësisht i qetë. Dua që nga ky pozicion ti të vështrosh si janë këmbët e tua në këtë moment, si janë muskujt. Dua që ti t'i ndjesh nga brenda këmbët, muskujt. Dua që ti të ndjesh nga brenda si janë krahët e tua. Dua që ti të ndjesh nga brenda si është gjithë trupi i lëshuar, i rënë, gjithmonë dhe më i rënë. Vëzhgo frymarrjen, që po bëhet gjithmonë dhe më e thellë. Frymarrja është gjithmonë dhe më e thellë. Gjithmonë dhe më thellë. Çdo fjalë është si një valë që përhap qetësi në gjithë trupin tënd. Tani duhet që ti të përqendrosh vëmendjen te krahët dhe të këmbët dhe duhet që ta përsërisësh 5 herë. Krahët dhe këmbët e mia janë të rënda, shumë të rënda. Krahët dhe këmbët e mia janë të rënda, shumë të rënda. Krahët dhe këmbët e mia janë të rënda, shumë të rënda. Krahët e mia janë të rënda, shumë të rënda. Ndjeje si pesha e trupit shtohet butësisht mbi sipërfaqen ku i ti ulur ose e shtrir. Lëre trupin të ndjeje këtë rëndësi. Lëre trupin që të ndjeje këtë rëndesë qetësuese. Unë jam i qetë. Krahët dhe këmbët e mia janë të rënda. Duhet që ti të vëzhgosh që gjithë trupi yt po bëhet gjithmonë më i ngrohtë, i qetë dhe i ngrohtë. I qetë dhe i ngrohtë. Ndërsa e përsërit këtë formulë, imagjino një ndjesi ngrohtësie që qarkullon nga qendra e trupit drejt gjymtyrëve. Ngrohtësi e butë, qetësuese e gjallë. Ngrohtësi e butë, qetësuese e gjallë. Unë jam i qetë. Krahët dhe këmbët e mia janë të ngrohta. Unë jam i qetë. Krahët dhe këmbët e mia janë të ngrohta. Unë jam i qetë. Krahët dhe këmbët e mia janë të ngrohta. Tani vendos vëmendjen në frymarrje. Lëre që frymarrja të shkojë dhe të vijë. Lëre që frymarrja të shkojë dhe të vijë. Frymarrja shkon dhe vjen. Shkon dhe vjen. Lëre që frymarrja të jetë e natyrshme, pas një përpjekje. Thjesht vëzhgoje dhe përsërit fjalët. Frymarrja ime është e rregullt dhe e qetë.
Frymarrja ime është e rregullt dhe e qetë. Frymarrja ime është e rregullt dhe e qetë. Shtrati i mendjes është fryma. Çdo frymëmarrje është një ftesë për më shumë pushim. Çdo frymëmarrje është një ftesë për më shumë pushim. Të kalojmë tani te formula për ritmin e zemrës. Mund të vështrosh që zemra juaj është e qetë. Zemra re e qetë. Edhe zemra është e qetë. Mund të vëzhgoni që edhe barku juaj po bëhet gjithmonë më i ngrohtë dhe i qetë. Edhe zona e barkut po bëhet e ngrohtë dhe i qetë. Zona e barkut i ngrohtë, i qetë. Ndjen një ngrohtësi të butë në stomak, si një ngushëllim i brendshëm, që të shkrin tension dhe të liron nga shtrëngimet. Ngrohtësia është një ngushëllim i brendshëm që shkrin tensionin dhe i liron nga shtrëngimet. Liron, shkrin, ngushëllim, ngrohtë. Duhet që në këtë moment ti që thuash vetvetes tënde, unë jam i qetë, krejtësisht i qetë. Shqetësimet e mia janë të largëta, i shoh gjithmonë të largëta dhe të vogla. Çdo shqetësim në këtë moment është i largët dhe i vogël. Çdo shqetësim në këtë moment është i largët dhe i vogël. Çdo shqetësim në këtë moment është i largët dhe i vogël. Larg, i vogël, larg, i vogël. Unë jam i qetë, gjithmonë më i qetë. Jam krejtësisht i qetë. Tani, qëndroj edhe pak në këtë gjendje qetësie, pa u ngutë, pa analizuar, vetëm qëndro me veten tënde, në këtë hapësirë, ku ankthi nuk ka më fuqi. Dhe kur të ndihesh gati, lëviz gishtat lehtë, hap syt dhe ktheu përsëri ngadalë në realitetin e jashtëm. Përmbaj me vete këtë ndjesi të brëndësie, këtë ndjesi kaq të butë dhe këtë lloj balansi. Tua që për gjithë ditën ti të përsëritesh në mendjen tënde, unë jam i qetë, krejtësisht i qetë. Jam i qetë, krejtësisht i qetë. Dhe faleminderit që more kohë për këtë ushtrim, dhe nëse ti e praktikon çdo ditë, trupi dhe mendja do të mësojnë të aktivizojnë vetë këtë gjendje paqe, sa ai që ndjen ankth. Derisa të dëgjojmë përsëri, qofsh i qetë dhe i mbrojtur në shpirtin tënd. Ciao ciao.